50 hektarë është sipërfaqja e kësaj toke që dikur ka shërbyer si fushë aviacioni. Në të uleshin dhe ngriheshin avion nga gjithë Shqipëria, ndërsa sot është kthyer në një vend që shërben për hedhjen e mbeturinave. Ndërthurja e traditës me nevojat moderne mund ta kthejë zonën në një qendër të rëndësishme për komunitetin dhe ekonominë lokale. Kam ardhur këtu, e kam bler tokën vetëm me qëllim që do bëhesh kjo fushë, prandaj kam zanë vend ose s'kisha zanë vend këtu. Po me qëllimin që fusha do të bëhet, u fol atëherë që do të bëhet fusha aviacioni dhe erdha bleva tokën e bona shpinë e u prish lojave se është marrë kush ma me atë punë, kena me një shto si që shë. Fusha është ba, fushë me dorinash, që po të hynin të shih një vetë, jashtë dikush ka marrë dhe, dikush ka hapë gropa, dikush ka hedhë me dorina në të gropa. Pa të në ardhë vjetë nga Ministria e Ambientit, gjoja për të ba panele diellore. Pyeta atë inxhinierën, thash, këna ardha me pa, mos e bëjmë për panele diellore. I ka i vitë dhe asë është dukur kush ma. Kjo sipërfaqe është në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Në ish-fushën e aviacionit në fshatin Grudere janë shpërndarë ndihma dhe janë zhvilluar operacione stërvitore ushtarake, ndërkohë që gjatë vitit 1999 në kohën e krizës së kosovarëve u ndërtua një kamp fushor nga austriakët. Në vitin 2000 u ndes drita jeshile duke u premtuar se do të investohej në këtë sipërfaqe për ta rikthyer në fushë aviacioni kryesisht për fluturime brenda kufive.